bëri shumë përshtypje dhe qarkulloi shumë në për mediat perëndimore, do shta kanë dhe me likësia ata, kujt dihet, po. Kjo hedhja nera asaj njërës nga makinave të parkut të presidentit Putin. Tani në Rusi kjo ka kaluar si lajm apo është një fake news, si interpretohet? Jo, nuk është fake news për faktin që ka shpërthyer një makinë Aurus dhe në Rusi, në Moskë, të paktën që qarkullojnë mbi 100 ca makina të tilla dhe dëmtimi i Putinit nga kjo makinë është aq sa u dëmtua Elon Musku nga shpërthimi në Las Vegas i Teslës. Pra ishte një Aurus që nuk kishte lidhje me parkun e makinave të presidentit rus. Sigurisht, biles thonë që... është makinë në oligarku, se një makinë $400,000 është një makinë, thonë që është një makinë e drejtorëve të bankës Sberbank. Kështu flitet. Do me thënë ka pasur një defekt dhe ka shpërthyer dhe pastaj ka rënë zjarri, do me thënë edhe kaq. Zjarri duket si shumë, të shi këto makinat shumë marin zjarë, to? Lajmin e përhap fillimisht gazeta e mirënjohur angleze The Sun, sigurisht që të vërtet mund të ketë shumë pak në këtë drejtim. Dhe skandalistike, thua ti. Po pamjet nga dole. Ata kur ecin në Moskë, Putini me koracatën e vetë, është një ushtri e tërë që shoqëron, është e pamundshme t'i afrohesh. E kam parë vazhdimisht kur kalon në qendër të Moskës, rruga kthehet në shkretir, pra nuk ka shanse për të bërë veprime të ndryshme terroristike ndaj tij. Pra do të thënë nuk depërtojnë dot Ukraina si deri aty. Do t'i mbetet një ëndër kjo gjë, që ta gërvishin pak. Po mund t'i gërvishin në një xham, në një gjë, po është e vështirë shumë. Me kuptova. Nëse unë përndaj të pyta sepse në fakt doja ta bëja temë, se është më bombastike kjo, ndo shta dhe më për kujtjet, sepse qarkulloj në gjithë mediat e botës që për të treguar që Ukraina, pavarësisht shërbimi vetë sekret, është i gjallë, nuk është një shërbim i vdekur. Duke llogaritur dhe gjitha ato atentate që janë bërë në Moskë dhe së mos shënjestrimi i goditjeve me dron.